Mbi 26.600 maturantë nënshtruan sot testimin të dytë të maturës shtetërore, aty të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Testimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në 12:30. Për një pjesë të maturantëve, ky test u konsiderua mjaft i vështirë për shkak të natyrës subjektive të pyetjeve, veçanërisht në pjesën e letërsisë. Vështira besoj që letërsia do ishte më vështirë, po koha ishte mjaftueshme, pyetjet ishin nivel mesatar, nuk ishte në vështirësi marramëndse. Për shumë ishte ky i gjuhës dhe letërsisë, pasi duke qenë se vepra nuk e dim kush bin dhe ishin diku te 17 vepra, po që ka edhe disa që konsiderojnë matematikën. Personalisht do thoja ky i gjuhës dhe letërsisë. Të penalizon shumë në mënyrën se si ti e ke përcaktuar ndoshta një pyetje caktuar, ndoshta korrigjuesi e përcakton komplet ndryshe nga ty, edhe të ulen pikët. Unë me javë me radhë kam thënë inshallah bjen Prometeu dhe ai mra. Kështu që i kisha shumë fat, ndolla më duket, por që nuk ishte shumë i vështirë, domethënë. Mund të them që jemi lodhur dhe stresuar më shumë se ç'duhet. Por ishte i nivelit mesatar, kishte edhe ca pyetje të vështira, mos gënjej, por që ishte një eksperiencë që shkoi mirë. Në ndryshim nga provimi i parë, teza e gjuhës shqipe dhe letërsisë qarkulloi në rrjetet sociale rreth gjysmë ore pas nisjes së procesit. Lidhur me publikimin e tezës, Ministria e Arsimit bëri të ditur se është identifikuar qendra e provimit në qarkun e Kukësit, nga ku është shpërndar. Maturanti që publikoi tezën u përjashtua menjëherë nga provimi. Pavarësisht këtij incidenti, maturantët e vlerësuan procesin e maturës shtetërore si të rregull dhe të mirë organizuar. Besoj që ishte në rregull, pak a shumë i njëjtë me procesin e gjuhës angleze, nuk patëm asnjë problematik. Mund të them që ka qenë provimi më i qetë që është bërë, domethënë gjithë secili ka qenë habitatin e vet për të bërë provimi, për ta mbaruar, për dalë sa më mirë. Komplet qetësi, nuk na lan të komunikojmë, gjithë në punën e vet, po. Provimi u zhvillua në 144 qendra testimi të ngritura në shkolla në të gjithë vendin, me angazhimin e rreth 2000 mësuesve administrator. Procesi maturës shtetërore do të vijojë më 16 qershor me provimin e matematikës dhe do të përmbyllet më 23 qershor me testin e lëndës me zgjedhja.